shumë. Përgjigje, u shkova në Maqedoni, më duket se kanë qenë ditët e para të marsit, isha në Maqedoni, kishte një task force amerikane të vendosur në Maqedoni, që ishte vendosur para disa vitesh për të qëndruar në kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë. Quhet task force Able Century. Unë nuk kisha qenë asnjëherë atje, shkova ta inspektoja, kisha qenë komandanti i kësaj pike për rreth 7 muaj, shkova atje, me njëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill konkretisht, dhe më thot, duhet të flisni me njëherë me presidentin Gligorov të Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja jasharëve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më shpjegoi se tani do të filloj një konflikt për shkak saj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundërpërgjigjen. Nuk do ta pranojnë këtë gjë ndodhi. Shqiptarët do të rezistojnë, do të kundërpërgjigjen kësaj vrasjeje.